Në di që e fitoj në i foto dhe video shumë të mirë, a kur jem vetë ju? Qëfar fëmije po bëtë djeli? Edhe a do verën, për shambull? Djeli është një fëmish, sigurisht krejt nona të thojnë për fëmiju në vetë, po është një fëmish... Edhe tezët, po për nipin. është një fëmish shumë i dashur, shumë pozitiv, shumë energji, po më do këtë edhe është shumë artist, se gjithë ditën këndon, i kop këngët shumë shpejt tekstet. Është... Ka humor. Edhe ka shumë humor, po. është një fëmijë dhe shumë bukurash. Metaforikisht, a mbyt ndonjëherë gjithë kjo dashuri që ja keni dhënë prej ditës parë që ka lind familjarisht? Shumë e vërtet, unë kom thonë gjithmonë që janë me fat gjithë ata fëmijë. Edhe djeli im patjetër që rritet me kaq shumë dashni, me familjet madhe, si nga ana e mamit, si nga ana e babit. Na, sidomos familja jonë, japim shumë dashni njëri tjetrit. Edhe pse djeli ma nuk është as vetëm familje, tash më bëu dhe të ardhmet edhe familja po zgjerohet. Po, vërtet. Ama unë mendoj që janë me fat gjithë ata fëmijë që rriten kështu me dashni. Tash nuk e